Do kam Arjanis Slamnikon. Përshëndetje Arjanit. Përshëndetje Kushtrim. Arjanit, si të shkoj vikendi, patëm ndeshje futbolli, ndeshje politike, po quaj kushtimisht të zgjedhjet e ditës së djeshme, rezultate në të dyja anët. Po, rezultate të mira, ndeshje futbolli, para ndeshjes së futbollit e patëm edhe një sukses të Kosovës, ku arretën edhe dronët, mira dronë, mbi 17.000 dronë në Kosovë, nga Turqia, për ushtrinë e Kosovës, që i trazoi gjakrat edhe ndjenjat, sidomos në Serbi, që e zgjuan edhe presidencën serbe, Vučić i dha një deklaratë të fuqishme, pastaj i ra pishman, sepse ai është gjithmonë paraprin këtyne veprimeve ngucakeqe, sepse është personi i cili kohëve të fundit e ka furnizu tër kohën Çiprën greke me armatim. Pra, Çipra e greke armatosën në kupton rrezik për Çiprën, pjesën e Çiprës turke dhe Turqinë. Në anën tjetër e kemi një Serbi e cila vazhdimisht nga dita e parë ka furnizuar edhe Izraelin kundër palestinezve, Izraelin me armë të gjitha llojeve, dhe kjo e ka bërë që të irritohet edhe vetë Turqia dhe presidenca në krye me presidentin Erdogan. Pra, furnizimi i kontraktuar paraprakisht goxha Niko ka ardhur tani 3 muaj para se të skadoj marrëveshja. Pra, 3 muaj më vonë ka pas qenë dashur të vinë këta dronë në Kosovë. Por që në fakt kanë ardhur 3 muaj më herët. Si do ndikoj kjo faktikisht Arjanit? Po, pikrisht kjo Kushtrim e bën një pikpyetje të cilën, ose pyetje të cilën nuk e ka parashtruar askush, apo nuk e ka. Cila është ajo pikpyetje? Pse të vinë 3 muaj më herët? Po, a ka ndonjë indikacion të më hershëm, a ka pas se këta dronë do të vinë më herët, dhe a ka themi ndonjë shenjë që çon deri tek një përgjigje sa përkat kësaj? Absolutisht po, Kushtrim, sepse ne kemi një situatë në të cilën sot Kosova gjendet në para përgatitjet e saja, unë them finale, për përballjen finale të Serbisë. Pra, Serbia shkon në finale. Finale në çka? Finalja dihet. Finalja është përballja ushtarake. Me Kosovën. Skena është gati. Ne edhe javën e kaluar e kem përmendur, edhe kem spjegu këto, se edhe loja e futbollit në Leskovës që u mbajt, Shqipëri, Serbi, në gjuhën amerikane, angleze, thirret predictive programming. Pra, një programim i parashikuar. Kosova dhe shqiptarët gjithmonë kur janë përballë me serbët, në çfarëdo arene, ndeshje të sportit, në judo, ndeshje në OKB, ndeshje në sportin e futbollit, çështjeve politike në Banjska, rasti Banjskës, gjithmonë serbët kanë dalë humbësit. Edhe kjo e bën që ta parapërgatisin rajonin dhe dy popujt, se në rast të një përballjeje të radhës, humbësi automatikisht dihet se kush është. Arjanita, po e lidh domethënë çështën e këtyre dronëve me këtë që po thua? Faktikisht po merr shkas nga dronët që të dalësh në këtë përfundim që faktikisht është shqetësuese, është shqetësuese dhe mund të ngrisë edhe panik tek qytetarët, edhe shqetësim. Mendon që është lidhje e duhur, është konkluzë e duhur kjo që po thua Arjanit? Është e qëndrueshme, duke pas parasysh që gjithmonë ushtrit e vendeve, sidomos këto të Ballkanit, janë mbështetur edhe nga aleatët e tyre, edhe nga aleatët e mëdhenj, këtë rast edhe Kosova. Rrugtimi i zhvillimit ushtarak të Kosovës gjithmonë ka
ka shku me mbështetjet e Alatëve, gjithmonë ka pas mbështetje arpasere, jo dran, jo mjetët tjera të ushtarake. Nëse ndalemi dhe analizojmë. Sa mund të jetë e qëndrueshme? Është shumë e qëndrueshme sepse në bazë të rezolutës 1244, nëse e shohim ligjërisht, apo e analizojmë ligjërisht, në bazë të rezolutës 1244 është edhe KFOR-i në Kosovë. Pra është KFOR-i në Kosovë është si shkak apo pasojë e rezolutës së OKB-s. KFOR-i është trup e krijuar nga NATO-ja. Dhe nëse është kështu, atëherë rezoluta 1244 Kosovën ende e njeh territor jo të shkëputur nga Serbia. Pra është krahinë autonome. Por që Kosova ka marrë hapat dhe e ka shpall pavarësinë e saj dhe i ka themelu edhe institucionet e sigurisë. Ka marrë njohje mbi 117 njohje ndërkombëtare nga shtetet e huaja, mike, dhe vazhdon hapat e avancimit të ushtrisë së saj në mbikëqyrjen e aleatëve të NATO-s, miqve të cilët e kanë njoft Kosovën, po jo aleatët e NATO-s. Tani, nëse themi NATO është me 1244 në Kosovë. Jo, Kosova është duke u armatos edhe duke u përgadit nga shtetet mike të saja, pa e involvu marrëveshjen 1244, NATO-n dhe KFOR-in, që janë SBA, Gjermania, Anglia, Franca, Turqia, etj. Po kjo është normale realmente. Pse duhet të konsiderohet që miqtë e Kosovës po ndihmojnë Kosovën sepse do të shpërthajë një luftë. Janë dy standarde. Mos është konkluz e madhe, mund të jetë huqje, sepse po flasim për diçka super të ndjeshme. Nëse është huqje, po e bëjmë kështu pra. Po e bëjmë... Se nuk lidhet për shembull me fuqizimin e raporteve në mes të meqve, në shteteve mike, si që është Kosova me meq të saj. Po patjetër ta lidhin me një luftë potenciale. Shtetet mike, lidhjet e tyre i bojnë, i trashin miqasit përmes diplomacisë. Po, patjetër, po, edhe përmes bashkëpunimin e fushave të tjera. Jo përmes armatimit. Po, është një parandjenjë që pas ardhjes së general majorit Ulutash në krye të KFOR-it në Kosovë, që është general major turk, që ishte dikur, e që s'ka ndodhë i njëjti general dy herë më në Kosovë, në krye të KFOR-it, edhe s'ka ndodhë asnjëherë KFOR-i me pas mandatin 12 mujor, po veç gjatë mandatit të general majorit turk, ka qenë mandatit 12 mujor. Nga shtatori në shtatori, nga tetori në tetori. Tani, prap është mandati 12 mujor. Dhe ardhja e generalit turk prap, ardhja e dronëve në Kosovë, irritimi i Serbisë, rikthimi edhe ardhja e dronëve pikrisht para përfundimit të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Zgjedhjet lokale në Kosovë u mbajtën, u rikthyen pushteti në komunat ku është shumicë me banor serb. Pra, kryetarët e komunave në ato komuna u rikandidua dhe u rikonfirmuan kandidatët e listës sërbska. Ne dy këtu ishim javën e kaluar që e paralajmërova se pikrisht këta kandidat që do të certifikohen si kryetar komunash dhe këshilltarët apo asambleistët serb, të cilët do të certifikohen nga KQZ-ja. Realisht këta janë më zyrtarisht përfaqësues të popullit. Dhe këta do ta iniciojnë së shpejti gjatë nëntorit, gjatë këtij muaji. Tash mas një jave, mas dy, gjatë nëntorit do të iniciohet themelimi i asociacionit të komunave serbe nga këta përfaqësues serb, që do të certifikohen nga KQZ-ja.
Dhe kjo është... E je I bindur që do të certifikohen nga KQZ-ja? Këta kryetara, s'ka pas asnjë shkel. Jo, kryetar po. Kryetar të normal. Kryetarët edhe asamblejistët. Okej. E se ke kuptove. Oke kuptova, po. Jo, asociacioni zguxon mu se sot kompetencë KQZ-s. Po, çfarë lidhje mund të ketë? Jo, ishte keq kuptim. Domthonë, KQZ-ja certifikon asamblejistët dhe kryetarët e komunave. Këta të certifikuar zyrtarisht do ta iniciojnë themelimin e asociacionit një anshëm. Pra në kundërshtim me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës Kosovës. Kjo I paraprin sipas te zhvillimeve? Kjo do t'i parapri zhvillimeve që do ta shtyjnë Serbinë të intervenojnë në Kosovë. Sepse edhe ligjërisht, edhe logjikisht kushtojmë të ndalemi pak kështu. Hajde. Po thomi kështu, nëse kjo teori e imja, që është teori analitike, po në bazë të informacioneve që I kam. Po, këtu dashta me dalë. Ku bazohet Arjan Islamniku në kur nxjerrë këto konkluzash, këto skenare, sepse mund të konsiderohen skenare realisht. Unë po ta them që nëse kjo nuk ndodh, unë në media televizive mund nuk dal. Nëse kjo nuk ndodh, cila pjesë e kësaj nëse nuk ndodh? Nëse nuk ndodh konkretisht themelimi, inicimi për themelim të asociacionit, një anshëm, nga serbët. Unë mon media nuk dal. Premtimi Arjanit Islamnikut. A u kry? Kur? Pra, gjatë muajit nëntor. Unë të paktën kështu e shoh. Gjatë muajit nëntor, se nëntorin kena me pas të nxehtë. Ma të nxehtë se verën. Ma të nxehtë se verën që ke. E që ke thot Bajagi. Kjo ka me qenë Bajagi nxehtë edhe Bajagi loq. Po në anën tjetër në nivel global, fundi I nëntorit pritet edhe një goditje në berzat botërore. Pra, goditjen e dollarit edhe valutave të referente në berza. Dhe kjo do ta shkaktoj një domino efekt në nivel global, një efekt zinxhiror në fushën e financave dhe në fushën e buxhetit të shteteve. Se rënja e dollarit do të jetë evidente dhe do të jetë faktike, pra fundi nëntorit do të jetë mjaft edhe I rënd edhe për në nivel global. Tash, nëse him e vazhdojmë këtë teori, ideja është e futjes së monedhës digjitale. Pra, këtu është qëllimi. Prandaj do të kem një rënje të berzave, rrezikim të financave, do të ketë humbje shumë të mëdha dhe luhatje tek shtetet dhe buxhetet shtetërore. Shëbat mu vetëm se mbi 300.000 nën punës shtetëror nuk janë duke marrë paga. Kjo nuk është pak, sepse pak e hiç ka qytetar amerikan që nuk janë të futur edhe në për kredina, o shtëpi, o vetur, o studime. Po se do të ndikoj kjo në rajon? Po kjo është ajo që e afekton dollarin atje. Dhe godet mandej edhe berzat të cilat janë të referuara në dollarin amerikan, sidomos berza e naftës edhe gazit. Të nafta edhe të gazit, po ndalemi prak të kjo pjesë, duke pas parasysh gjithmonë raportet Serbi-Rusi, por që në këtë pikë duket se ka zhvillime. Ka zhvillime sepse Putini I ka dërguar letër përmes ambasadorit tij në Serbi, presidentit Vučić, dhe e ka paralajmëruar që nga 1 dhjetori nuk ka gaz më për Serbinë. Sepse nisi që Trump I ka ngrit sanksionin ndaj Serbisë është rafineria e naftës dhe gazit e Serbisë, që Gazpromi I ka ble nga në mandatin e Vojislav Koštunicës 53% të nisit, të rafinerisë naftës dhe gazit të Serbisë. Dhe Putini e ka paralajmëruar, ka njoftu pardje, pra para 2 dite, të premten po I bie,
të premten, jo para 3 dite pibjen, Vučićin se deri me 1 dhjetor ka furnizime të gazit. Pas 1 dhjetorit ndërprehet furnizimi dhe shkputet marrëveshja me Serbin. Kjo është edhe një kolaps shtesë në Serbi, edhe një vështirësi më e madhe për qytetarët serb, të cilët ngrohjen e kanë të bazuar 100% në ngrohje, sidomos ato kolektive, janë 100% të bazuara në ngrohje përmes gazit. Dhe kjo do të shkaktoj goxha të lashe mrena Serbisë. Aq më shumë do të shtohet kjo kur e marrim parasysh ndarjen ideologjike të cilën e kanë atje qytetarët, një pjesë pro Vučić dhe pjesa tjetër që proteston nga 15 dhjetori kundër Vučićit. Dhe kjo çdo ditë më shumë është duke shku, duke u elektrizuar. Mund të ndikoj, themi, këto zhvillime, sa i përket raporteve Rusi dhe Serbi, sa i përket naftës, mund të ndikoj pastaj në raportin e përgjithshëm që kanë këto 2 shtete, absolutisht, por edhe në atë brenda Serbisë. Patjetër. Kjo lidhje, ky zinxhir, patjetër. si do ta ketë arritur? Kjo është sinjal që Putini, po si do të ndikoj konkretisht ai? Po, tani. Kjo mas pari duhet me cekë, se ky sinjal për gazin tregon se qeveria Vučić dhe presidenca Vučić nuk e ka mbështetjen e Putinit. Kjo është shumë e rëndësishme. Në asnjë formë dhe mënyrë nuk e ka mbështetjen. Asnjë veprim që do ta merr në të ardhmen nga kjo letër, asnjë veprim që do ta merr në të ardhmen Vučići brenda Serbisë apo në rajon nuk do ta ketë mbështetjen dhe përkrahjen e Rusisë. Po pse sipas te Rusia duhet të shprehë, më fal për ndërprerjen, duhet të shprehë një qëndrim të saj të themi kaq të ashpër, sa i përket asaj se si funksionon Serbia brenda, jo në raport ndoshta me vendet e rajonit dhe në raport me ndërkombëtarët që mund të interesojë Rusisë, por në raport me atë se çka ndodh brenda territorit të saj dhe në raport në politikën që ka brenda vendit. Është shumë e rëndësishme sepse Vučići brenda politikës dhe retorikës së tij që e shpreh gati pothuajse çdo ditë është i pranishëm në mediat serbe. Ai tërkohën e shpreh se e ka përkrahjen e fuqishme edhe të Trumpit, edhe të BE-s, edhe të Rusisë, edhe të Kinës. Pra tërkohën këtë retorik e sjell para qytetarëve të vet, e ka sjell. Tani, sanksionet e Trumpit ndaj rafinerisë së naftës dhe Vučićit, drejt për drejti, tregon se nuk e ka më përkrahjen e amerikanëve. Tash, lajmi i dytë i të premtës se Putini nuk e furnizon më me gaz dhe tërhiqet nga 1 dhjetori, jep sinjal edhe atje se as përkrahjen e Putinit nuk e ka më. Pra, 2 liderët botëror më të rëndësishme dhe kryesorët, Trump dhe Putin, kanë qenë sinjale në Serbi se nuk e mbështesin në asnjë formë Vučićin dhe retorikën e tij. Pra, ati kartat ja kanë djegë në dorë. Kartat e asaj se qysh është thirr paraprakisht. Pra se e ka përshkrahjen edhe mbështetjen edhe të Trumpit edhe të Putinit. Pra nuk mund të thotë më këta. Dhe kjo është goditja shumë e madhe që i ka ardhur Karshi në raport të tij me qytetarin. Se ky nuk mund këtë retorik ta shes si poen politik të tij, se është më i fuqishmi dhe më të fuqishëm se ai nuk ka në Serbi. Pra, 2 liderët global, botëror, kryesor, e kanë lënë në baltë. Dhe kjo retorik nuk i shitet. Për vetë faktin që nuk i shitet, ky çfarë do veprimi që të merr tani nga sot në drejtim të Bosnjës ushtarak, e kam fjalën, në drejt Bosnjës apo në drejt Kosovës, nuk do ta gëzoj përkrahjen e këtyre 2 liderëve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme. Në anën tjetër, ajo predictive programming, para përgatitja, programimi i parashikuar, që shqiptarët gjithmonë me përballje me serbët dalin fitues, edhe në lojën midis Serbisë, po dalin fitues, kjo nuk kupton se morali
i popullatës serbe atje, çdo kohë dhe në çdo moment po bie karshi shqiptarëve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pse po e lidh Arianet edhe lojan që ndodhi në Shqipëri, me situatën e përgjithshme në Serbi atje. Sa i përket edhe zhvillimeve politike, sa i përket zhvillimeve edhe në rajon, zhvillimeve pastaj raporteve me miqtë e saj, por edhe me ndërkombëtar të tjerë. Pse kjo lidhje? Pse duhet, Arianet, të jem sa më konkret, pse duhet secili zhvillim të ketë një kaje pak sa i përket raporteve të tilla mes shqiptarëve dhe serbëve? Të ketë një prapavi. Nuk ka asë një veprim, asë politik, asë ushtarak, asë demokratik, asë sportiv. Nuk është rastësi. Pse të mos jetë rastësi? Pse të mos, jo rastësi në kuptimin që gjithçka ndodhi ketë papritur, po pse të mos shihet vetëm brenda kornizave të zhvillimit të asaj ngjarje? Po pse nuk i lan sporti të jetë sport, politika të jetë politik. Pse duhet edhe një lojë e futbollit të lidhet me politikën? Politika nuk e solli rezultatin, no Arianet? Po. Në çfarë kuptimi? Po pse a bash ta merr mendja ty që një Serbi me atë bagazh sportiv, sidomos futboll. Po nuk është e pamposhtur. Ndaj Shqipërisë nuk është e pamposhtur, a? Nuk është e pamposhtur. Gjithçka është e programuar. Nga kush? Nga ata që kanë ndikimin total në gjithçka. Kush janë ata? I kum shkruan libër për vëlla. A i ke lexuar librin? Jo, shka me të bëne. Arianet, kush janë ata? Është Deep State. Thua që edhe në lojë, edhe në situatat të tilla... Kudo? Pse lojrat olimpike... Lojrat olimpike, kush i ka themelu? Nga Greqia e lashta, kush shkruan? Kush i ka parë një dokument të saj? Arianet është e rëndësishme, ose pse është e rëndësishme për zhvillimin një dëshmi arkeologjike që Greqia... Pse duhet patjetër të ketë prapavi politike? Rezultati mund të ketë prapavi politike në kuptimin e sigurisë ose gjëra që u morën masat paraprake. Por në rezultat, po flasim gjithmonë në rezultat, por flasim gjithmonë në bazë asaj që ka ndodhur në fushë. Po, gjithmonë lojrat olimpike, lojrat sportive, janë me i realizu qëllimet e ndikimit në masë. A e din se kush i ka fitu garën e vrapimit në atletik kur është majtë në kohën e Hitlerit në Berlin? Një zi. Po s'është pahirja jo, sepse predictive programming është... Na e dim që Hitleri ka qenë një racist. Dhe pikërisht e kanë zgjidhur që një i zi ta fitoj atë garë. Tani, ne po flasim për një ekip sportiv të Shqipërisë, i cili nuk është që s'ka suksese, i cili nuk është që nuk ka lojtar të suksesshëm në arenën ndërkombëtare ku luajnë. Por simbioza aty në lojtarëve, metodika, kultura, metoda e veprimit në fushat e sportit ku ata kanë luajtur dhe janë tregu të suksesshëm, nuk mund me u simbiozu qaq shpejt edhe qaq let nga një trajner italian dhe të del përballë një Serbie, jo që më po kom qef me fitu Serbia. Absolutisht. Unë me mujtë kun se lo me fitu. Jo në përballë shqiptarve, po kun, hiq. Jo, atë... Ape kupton, po jo, mos t'ingloj që po thonë pse fitoj Shqipnia. Jo, në asë të formë. Anë vetë përdu me diskutu pse gjithçka të bëhet politike. Gjithmonë, dëgjo, organizatat ndërkombëtare, që i kom në libër, organizatat sportive, lojrat sportive, të gjitha janë me një prapasken dhe prapavi që të ndikohet në politikë. Shembull konkret. Rusia nuk e ka njoft Kosovën. Spanja nuk e ka njoft Kosovën. Dhe nuk e nje. Po në sport, dhe përmes sportit,
kanë deportu dhe kanë arrit që flamuri i Kosovës me u ngrit. Po. Edhe himni me u këndu. Edhe në Rusi, edhe në Spanjë. Aranet... Pra, janë mekanizma që ndikojnë në rehabilitimin e mendjes së popullatës se kjo është më fakti kryrë, Kosova është fakti kryrë, edhe flamuri u ngrit edhe u kry kjo punë. Po, Aranet, urojmë që të kryen të gjitha punët në mënyrën më të mirë të mundshme. Të gjitha, jemi krejt... Prite themelimin e asociacionit komunave serbe një anshëm. Po, shohim se çka do të ndodhë. Cili ke basti nëse s'buhet Basti ka që në Arianitin prej nëntorit, nëse nuk bëhet një gjë e tillë, nuk do ta kemë. E nëse buhet? Nëse bëhet, shimi qëto. Aranet, faleminderit shumë. Kënaqësi kushtrim. Nga zhvillimet dhe